Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjerat do të ndiqni. Një 29 vjeçar ekzekutohet me armë në Durrës, autorët digin makinën pas atentatit, viktima me precedent penal, nuk dihen ende motivet e krimit. Gjykata dënon me 2 vite e 8 muaj burg i shkreun e prokurorisë së Vlorës. Aurel Zarka ndërhyri në disa çështje mes tyre dhe në dosjen Toyota Yaris. Pas 100 ditëve në burg, Erion Velia i deklaron se po mbahet në qëllim me një vendim arbitrar, i bindur se është shumë shpejt të rikthehet në detyrë. Charterat e parë me turistë zbarkojnë në Shqipëri në fund të muajit maj. Vizitorët nga Spanja, Portugalia dhe vendet balltike me interes të lartë për Bregdetin. Qyteti i Durrësit u trondit nga një atentat që i mori jetën një të riu. Një 29 vjeçar u qellua me breshëri Kallashnikovi sapo parkoi makinën në zonën ku banonte. Uniformat blu gjetën një makinë të djegur pranë fshatit Gërdec që dyshohet që u përdor nga atentatorët. Policia konfirmoi se viktima ka pasur precedent penal në të kaluarën. Ky është momenti kur 2 persona qëllojnë me breshëri automatiku nga një makinë lëvizje 29 vjeçarin Ermir Dedja pak pas mesnate në lagjen numër 18 të Durrësit duke lënë atë të vrarë. Pamjet tregojnë edhe momentet kur njerëzit largohen në panik pas atentatit. Nga informacionet e para, dyshohet se autorët kanë qenë në gjurmim të riut. Pasi kanë kryer vrasjen, ata janë larguar nga vendngjarja me automjetin që duket në pamje. Makina tip Seat është gjetur e djegur në afërsi të Gërdecit dhe rezulton me targa të vjedhura, ndërkohë në sediljet pas efektivet kanë gjetur edhe një Kalashnikov, që është përdorur për të kryer vrasjen. Mjeti është marrë nga policia e Durrësit ku po verifikohet numri i shasis. Ndërkohë rezulton se riu është qelluar sapo ka parkuar makinën e tij tip BMW. Në zona i kishte miq të tij, të cilët janë marrë në pyetje, por dëshmia e tyre nuk ka ndihmuar në identifikimin e autorëve që dyshohet se kanë qenë 2 persona. 29 vjeçari që u bë shënjestër e atentatit ka ndëruar jetën në spital si pasojë plagëve të marra. Një banor e një pallati përballë vendit të ngjarjes ka deklaruar se dëgjoi breshëri arme dhe në fillim mendoi se bëhej fjalë për fishek zjarr. Nga dritarja i ka parë një person të shtrirë në tokë dhe ka kuptuar se bëhej fjalë për vrasje. Sipas tij, pak më vonë mbërritën forcat e policisë dhe më pas autoambulanca që transportoi trupin e të riut drejt spitalit të Durrësit. Viktima rezulton person me precedent penal. Në vitin 2015, Ermir Dedja është arrestuar pasi i kishte shitur drogë një grupi personash që synonin ta transportonin atë nga pika kufitare Morinës drejt Kosovës. Në një tjetër rast, në vitin 2017, ai është arrestuar pasi kishte përkrahur Ismail Nuredinin në një plagosje në Shijak. Policia po shqyrton pamjet e regjistruara nga kamerat e sigurisë për të kuptuar më mirë dinamikën e ngjarjes. Gjykata e posaçme dënoi këtë të martë me 4 vite burg ish prokurorin e Vlorës Aurel Zarka, por për shkak të gjykimit të shkurtuar ai u dënua përfundimisht me 2.8 vite burg. Gjithashtu Zarkës ju hoqe drejta ushtrimit të funksionit publik për 5 vite të ardhshme. Zarka u arrestua në 29 korrik të një viti më parë. Ai dyshohet se në bashkëpunim ka kryer korrupsion dhe ka ushtruar ndikim të palishëm për 8 çështje penale që po hetoheshin në 4 prokurori të ndryshme, ku përfshihet edhe dosja Toyota Yaris. Sipas pak ish prokurori Aurel Zarka ka përdorur pushtetin për të ndërhyrë në hetime dhe për të lehtësuar pozitën e personave të caktuar. Erion Velia i e konsideroi një vendim tërësisht arbitrar mbajtjen e tij në qeli për 100 ditësh. Në një reagim në rrjetet sociale, ai thotë se po pengohet forcërisht për të ushtruar detyrën si kryebashkiak i Tiranës. Megjithatë, Velia i shpreh i bindur se do të rikthehet për të shërbyer qytetarëve që e kanë zgjedhur me votë. Përmes një deklarate në Facebook, Erion Velia 100 ditë pas arrestimit të tij shpreh se ndalimi është i padrejtë dhe pas një bazë ligjore. Shumë të dashur miq, sot bëhen 100 ditë nga burgimi im pas një justifikim të arsyeshëm. Ndalimi im i padrejtë dhe arbitrar vazhdon, megjithse nuk jam akuzuar për asnjë vepër penale. Velia thot se mbetet i vendosur në përkushtimin ndaj qytetarëve. Ai siguron se do të ndjekë të gjitha rrugët ligjore për të siguruar lirimin e tij dhe për të vijuar detyrën si kryebashkiak.
Po pengohem forcërisht nga ushtrimi i detyrave të mia si kryetari i zgjedhur me votë masive 3 herë i Bashkisë së Tiranës. Vazhdimi i këtij paraburgimi nuk përbën vetëm një sulm ndaj meje dhe familjes sime, por është edhe një ndërhyrje e panevojshme dhe jo proporcionale në përmbushjen e detyrave publike që më janë besuar nga qytetarët e Tiranës. Pavarësisht burgimit, mbetemi pa përkulur. Çdo ditë që kalon, ma forcon edhe më shumë vendosmërinë. Angazhimi im ndaj Tiranës, ndaj jush, ndaj demokracisë, sundimit të ligjit dhe të ardhmes së Shqipërisë mbetet i palëkundur. Do të vazhdoj të ndjek të gjitha rrugët ligjore për të siguruar lirimin tim, në mënyrë që të vazhdoj të shërbej qytetit ton të mrekullueshëm, si kryebashkiaku juaj. Një ditë më parë, avokatët e kryebashkiakut të Tiranës ju drejtuan gjykatës së lartë me rekurs për ndryshimin e masës së sigurisë. Ministri i Jashtëm Igli Hasani u takua këtë të martë me homologen daneze Marie Bjerre për të diskutuar për sfidat e sigurisë dhe antarësimin e Shqipërisë në BE. Ministrja daneze vjen në Tiranë 2 ditë para konferencës së 5 ndërqeveritare ku do të çelet grup kapitulli 3. Ky hap përbën një tjetër fazë të rëndësishme në procesin ton të negociatave brenda këtij viti. Çelim grup kapitullin e mbetur, ndërsa brenda vitit 2027 i përfundojmë negociatat, duke pasuar 2030-ën si pikën më të fundit kur Shqipëria ulet barazisht mes të parabartëve në tryezën e vlerave të Bashkimit Evropian, u shpreh ministri i Jashtëm Igli Hasani. Numërimi i votave është tashmë një proces i mbyllur duke vullosur mandatin e 4 për Partinë Socialiste. Të vetmit që shpresojnë një rezultat ndryshe janë disa kandidatë që kërkojnë të shohin pamjet filmike. U deshën 10 ditë kohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ketë një rezultat final sa i takon numërimit të votave brenda vendit dhe jashtë vendit, ndërsa Partia Socialiste vijon të mbetet forcë e parë. Gara për subjektet politike përfundoi e para, ndërsa selektimi i votave preferenciale për kandidatët ishte i jetshëm dhe me përplasje. Përfshirja për herë të parë e votës së diasporës u dha shansin disa kandidatëve të fitojnë një vend në sallën e parlamentit, ndërsa të tjerë që mbetën jashtë me një diferencë të vogël votash kërkuan rishikim të pamjeve filmike gjatë procesit të numërimit. Nga Parku Olimpik, drejtuesi politik i diasporës në PS Tauland Badha ju bëri thirrje kolegëve të ruajnë qetësinë dhe të besojnë në procesin e transparencës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Fal parashikimeve të vendosura në kodin zgjedhor, prej shumë vitesh tani më, është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që do të bëjë një transparencë të plotë të këtij procesi në një fazë tjetër. Mos harroni që në vitin 2021 fal kësaj transparence të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka pasur dhe numërues të cilët janë ndjekur penalisht. Pas pretendimeve të ngritura më herët, deri më tani, mësuesit Xhemal Qefaliaj dhe Edilda Gjona janë tërhequr nga kërkesa për rishikim të pamjeve filmike. 2 kutit e fundit që u numëruan ishin në KQZ, pasi më herët ishin konsideruar të pavlefshme. Kryekomisioneri urdhëroi rinumërimin e tyre, përkatësisht një kuti e përrenjasi dhe një tjetër në Manz, ku rezultati u pasqyrua krah Partisë Socialiste. Një farsë elektorale i quajti Sali Berisha zgjedhjet e 11 majit, duke pretenduar se gara ishte e padrejtë, kreu demokrat premtoi se Rama nuk do ta gëzojë pushtetin me vota të vjedhura. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli para gazetarëve për të mbrojtur tezën se 11 maj ishte farsë elektorale, duke theksuar se tashmë BT-ja e opozitës është faktoi pa rregullsitë e të informoi faktorin ndërkombëtar. Dhe unë e njoftoj Edi Ramën se në mënyrë absolute pushtet mbi këtë farsë nuk do mund të qëndrojë. Berisha shfrytëzoi dokumentin e Kopenhagenit për zgjedhjet lira për shpjeguar diferencën mes realitetit elektoral në Shqipëri dhe parimeve mbi të cilat duhet bazohen zgjedhjet e lira të ndershme. Palët zotohen. Thot dokumenti Kopenhagenit se do mbajnë zgjedhje të lira periodike, në të cilat do të garantojnë në praktik prehjen e mendimit të zgjedhësve në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Të pyes çdo qytetar, si u zgjodh Blendi Gorgjia, si u zgjodh Sara Mile, si u zgjodhen liste e kandidatëve që mbështeten nga banditët në parlament. Parimi tjetër që sipas liderit të opozitës u shkel është parimi ndarjes nga shteti e partia dhe ai një gare të barabartë. Se cila është barazia në këto zgjedhje ku njëra palë shpërndan 500 milion euro prokurime dhe
koncesione, 76 milion euro bonus për vota, 200 milion euro gjobat falura për vota. Nga ana tjetër, Sali Berisha shmangu çdo debat për gabimet e vet opozitës në këtë betejë, duke u dalë në mbrojtje edhe alatëve, të cilët morën 8 vende të sigurta në parlament. Duhet pa kontekstin. Në kontekstin e një farse elektorale, farsa është farsë, nuk është zgjedhje. Për shkak sistemit është e vështirë të matësh peshorale të çdo partie në koalicion, por vota personale e kandidatëve në listë hapur tregon deri në një farmase sa kanë ndikuar ato në rezultatin e koalicionit. Për shembull, Partia Lirisë mori 4 deputet të sigurt, por Ilir Meta, i cili garoi në listën e hapur të Tiranës, mori vetëm 7891 vota, ndërsa Shpëtimi Drizi, i cili mori 1 deputet në listë të mbyllur, vetë arriti të fitojë vetëm 1991 vota. Turistët nga Spanja, Portugalia dhe vendet baltike do të vizitojnë Shqipërinë gjatë muajit maj, ku pritet edhe ardhja e charterave të parë. Operatorët thonë se interesi të huajve për Brexitin shqiptar është rritur dhe këtë vit pritet një sezon i mbar. Në ditët e fundit të majit në Shqipëri zbresin charterat e parë me turist dhe fluturimet vazhdojnë deri në mesin e tetorit. Tur operatorët që merren me turizmin e organizuar tregojnë se të njëjtën do të vinë 4 charterat e parë për këtë sezon veror, të cilët do të sjellin rreth 800 turistë huaj në total. Shtetërimi charter kemi Spajolli, që ka disa vite që operojnë, dhe fakt është treg që ka ndritje. Kemi nga Portugalia, kemi nga vendet baltike. Kjo është, domethënë, panorama. Domethënë, shpresojmë të rikthejmë me fluturimet charter dhe vendet nordike. Për fluturimet charter ne kemi rritje rreth 15 mbi 15%, 15 deri në 20%. Varet nga ka hoteli që kanë edhe 20% edhe 20%, ka hoteli që pëllën minimumi nga 15%. Veç destinacioneve tradicionale si Durrësi dhe Golemi, këtë vit turistët që vinë me fluturime charter pritet të pushojnë edhe në Vlorë. Për herë të parë këtë vit kemi futur edhe Vlorën, pra me fluturime charter, pra në mënyrë të organizuar. Konkretisht kemi çekët dhe polakët, cilët kanë marrë përsipër, le të themi, të fillojnë këtë vit me fluturime charter. Në fakt, ky ishte edhe një garanci që ne u dham, pas aeroportit do të ishte operativ. Shpresojmë që do të fillojnë nga fillimi qershorit për fluturime charter. Ndërkohë, prej prillit, 3 herë në javë kryhen edhe fluturime Tiranë-Tel Aviv, të cilët sjellin turistë izraelit dhe kërkesa, sipas operatorëve, po shfaqet në rritje. Kosova duket pa rrugdalje nga kriza politike që po pengon prej muaj shkrimin e institucioneve të reja. Analistët thonë se shkaku kryesor i kësaj situate është mungesa e afateve në kushtetut për konstituimin e kuvendit. Sipas tij, gjasat janë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje. 18 seanca të dështuara dhe më shumë se 3 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, partitë politike në Kosovë duket se ende nuk kanë vullnetin për t'i dhënë zgjidhje situatës. Por pse po zgjat kaq shumë procesi i konstituimit të kuvendit? Sipas analistëve politik, 2 janë arsyet. E para, boshllëku kushtetues që nuk parashikon një afat për kryerjen e kësaj procedure, dhe e dyta, mungesa e vullnetit nga subjektet politike. Vakumin kushtetues, partitë po e përdorin për të fituar kohë deri në procesin e ardhshëm që është ai i formimit të qeverisë së re dhe i cili llogaritet me orë. Lëvizja vetëvendosje nuk e ka shumicën, qoftë për qeveri, qoftë për kryetar kuvendi. Dhe ka përzgjedhur këtë grop kushtetuese në mënyrë që t'i jap vetes kohë për të provuar të krijojë artificialisht një shumicë të cilën nuk e ka. Problemi i dytë qëndron se as opozita nuk është se i kanë numrat për të krijuar qeverinë në rast se zoti Kurti dështon. Sepse nëse nuk krijohet shumicë prej 80 deputetësh në zgjedhjen e presidentit që vije diku në prill të vitit të ardhshëm, atëherë vendi rrezikon të shkojë në zgjedhje. Sipas analistit Hoxha, bashkimi i forcave të opozitës në këtë fazë do t'ju kushtonte atyre elektorat në zgjedhjet e ardhshme, të cilat do të ishin të pashmangshme. Megjithatë, peshën kryesore të përgjegjësisë e mban Albin Kurti dhe vetvendosja si e vetme parti me të drejtë për të propozuar emrin e kryetarit të kuvendit. Zoti Kurti do t'i ketë maksimalisht 20 ditë për të krijuar shumicën që nuk e ka.
dhe nëse nuk arrin ta bëj këtë shumicë për 20 ditë, atëherë humb mandatin dhe mandatin do t'i shkojë një personi të dytë i cili e bind presidentin se mund ta kryej shumicë. Dhe besoj se zoti Kurti nuk ka interes për të bërë zgjidhjen përderisa nuk e ka shumicën e garantuar për të krijuar, për të marrë mandatin tjetër si kryeministri i Kosovës dhe këtu qëndron problemi thelbësor. Analisti Blerin Burjani vlerëson se një rol më konkret në këtë proces do të kishte faktori ndërkombëtar, i cili sipas tij po qëndron larg për shkak se nuk e do Albin Kurti në një tjetër mandat në krye të qeverisë. As ata që janë të interesuar më me ndërmjetësu për shkak të politikës që udhëheq nga VV-ja këto 4 vjet e fundit kundërshtim me interesat e shumta të ndërkombëtare, atyre ndërkombëtare. Ata po vlerësojnë që nuk e meriton VV-ja mu angazhu bashkësia ndërkombëtare me gjithë zgjidhje për VV-n të madh. Ata nuk janë për të interesuar këtë punë, sa ajo po shihet. Do të mbetet për të parë nëse subjektet politike do të arrijnë një marrëveshje mes tyre apo çështja do të vazhdojë përmes një procesi të gjatë nga gjykata kushtetuese apo në një gjykatë tjetër ndërkombëtare. Shanset më të mëdha në këtë pikë janë për një koalicion mes lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës ose në të kundërt, vendi do të shkojë në zgjedhje të reja përpara shtatorit. E hëna rezervoi një mbrëmje të jashtëzakonshme në ferma VIP. Kulmi i spektaklit ishte përballja kokë më kokë e Frederikut me Anduelin për fatin e të cilit do të vendos publiku të premten, por nuk munguan as momentet emocionuese siç ishte rrëfimi i njërës prej konkurrenteve, e cila tregoi momente nga jeta e saj e vështirë. Mbrëmja e së hënës në ferma VIP 2 solli një tjetër spektakël plot emocione, përplasje dhe rrëfime personale. Prajmi i 15 ishte një përzierje e fortë debatesh të ndezura dhe momente të tjera që mbajtën publikun të mbërthyer pas ekranit të Vision Plus. Hajde, sa të bukur që jeni bërë! Të tjera formula u shfaqën gjatë mbrëmjes. Publiku ishte ai që kishte sërish në dorë fatin e fermerëve. 4 më të votuarit, Frederiku, Ylli, Andueli dhe Nena u bën pjesë e sfidës. Në bazë të një ndarje në 2 grupe dyshe, nga kryefermer Andueli, ju desh të përballeshin me njëri tjetrin. Dhe për Frederiku dhe Anduelin që do të bëjmë patjetër. Shkaftësia, shpejtësia dhe durimi ishin elementët që përmbante sfida, nga e cila dolën fitues grupi Ylli dhe Nena. Si pasojë e këtij rezultati, dyshja Frederik Anduel që dolën edhe humbës të kësaj gare, kaluan automatikisht në televotim për eliminim. Një tjetër moment i tensionuar erdhi pas një detyre të vendosur nga Agaj, i cili u kërkonte fermerëve të shprehnin 3 defekte që shikonin te njëri tjetri në mënyrë anonime. Ndikohet ka njerëz të caktuar. Pas transmetimit të klipit, përplasjet u përshkallëzuan duke reflektuar tensionet e akumuluara mes fermerëve. Çfarë të them? Këta që më thu tash. Çfarë të them? Këta që thu tash. Spektakli mori një kthesë emocionale kur Nena ndau me publikun historinë tronditëse të jetës së saj. Nga divorci i prindërve te konflikte tragjike, emocionuan jo vetëm fermerët, por edhe publikun. Non-stop me ardh, me jetu në shtëpiton. Një surprizë e papritur nga 2 motrat e saj, Nita dhe Suela, pasqyrua një tjetër dimension të Nenës. Prajmi i 15 i ferma VIP 2 ishte një pasqyrë vërtet intensiteti që po fiton spektakli javë pas jave. Tashmë mbetet për të parë se çfarë do të sjellë televotimi dhe si do të evoluojë dinamika mes fermerëve në javët e ardhshme. Ndërsa ju mos harroni të ndiqni 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanale të dedikuara të platformës Stream, si dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus. Kjo gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.